Mbroma, duke qenë se jam tek vendi më i preferuar, ku kaloj kohën. Fatikisht do të bëj një zgjidhje. Megjithatë, po shikoj lajmet fatikisht dhe po ndiqi ato me detaje duke patur parasysh shprehjet që përdor Sali Berisha. Edhe përmes fjalëve të tij ai po e fut veten tamam në grop. Edhe s'ka nevojë domethënë që ti mbush mendjen njëri. Kur e ngriset e armatosur, pra nuk do ndalen protestat, do jenë akoma dhe më dhunshme, edhe do të ketë njëkohësisht armëzjarri. Por pse xhamin e zgjodhi? Flasin domethënë që kanë shkuar protestues, kanë hyrë në xhami dhe pastaj janë ndjekur nga policia brenda xhamisë. Konfliktin që do Berisha është midis Federatës Islamike apo Konferencës Islamike dhe qeverisë shqiptare. Ky është vizioni i Sali Berishës. Këtu po i çon Sali Berisha. Dhe kjo fatikisht është shumë e dëmshme për Shqipërinë. E dim që Sali Berisha i ka nyjet e lidhjet me arabët, me fondacionet e huaja. Dhe këtu po përfundojmë atë çfarë veta i po e projekton, e ka projektuar, e ka vazhduar si një linjë politike, por është fundi i tij. Dhe kështu që ai ka zgjedhur domethënë të dalë me një big bang nga politika, nga jeta e tij, ndërsa fundi po i vjen. Kështu që mos u gënjeni, mos u mashtroni me Sali Berishës. Kaq kisha për të thënë.